Како млади многу често наидуваме до различни пречки од општеството, кои што на еден или друг начин сите ние сакаме да ги решиме, но не секогаш знаеме од каде да почнеме. Unë gjithmonë e them që të ri duhet të besoj shumë në thënien që nëse do ta ndryshosh shoqërinë, ndryshoje veten. Би порачала на младите, вклучувајќи се во активизмот, да имаат некои очекувања, но очекувањата не треба да бидат преголеми, дека се ќе се случи преку ноќ. Секоја организација, почнувајќи, има различен тек на кој што почнува да се шири во јавноста и секој има различен пат по кој што оди за да ја оствари целта. Она што ме поттигна да почнам да волонтирам е тоа да се надоградам себе си како личност и да правам промени кои што понатаму може да станат забележителни. Aktivizmi im ka filluar si studente, gjatë kohës kur unë isha në studime. Fillova klubin feminist, një klub studentor i cili bëri buja aso kohe, me që ishte një ndër të parat klube studentore që merrej ekskluzivisht me të drejtat e grave, që merrej me diskriminimin gjinor, që merrej me probleme për të cilat deri në atë kohë nuk ishte folur, të paktën jo në komunitetin shqiptar në vend. Јас го основав својот клуб во септември во 2019 и не очекував искрено толков број на заинтересирани млади луѓе од моето општество. Грлап клубот најчесто се занимава со теми како родова еднаквост, родово базирано насилство, улогата на жените во општеството, но покрај тоа во нашиот клуб обработуваме и различни други теми, како например наука, сфера на друго општествено дејствување, лидерство, развивање на младински вештини и така натаму. Pasi kryeva me studimet e mia dhe e pash që ndoshta nuk mund të jem më pjesë e klubit feminist me që funksiononte në kuadër të universitetit në të cilin unë studioja aso kohë, vendosëm bashkë me të tjerë themelues të klubit feminist ta vazhdojmë punën të cilën ne vetëm se kishim filluar tashmë në klubin feminist. U quajtëm për një vit si qendra për mundësi të barabarta dhe kemi funksionuar si grup jo formal. Lexova diku që mollkuqja është një kandër që i han insektet e tjera të cilat janë të dëmshme për bimën për ta lënë bimën të shëndosh, duke pasur për qëllim që të jemi mollkuqe në shoqëri, të luftojmë fenomenet e këqija në shoqëri dhe ta lëmë shoqërinë të shëndosh, e quajtëm organizatën tonë Mollkuqja. Mollkuqja për një vit e gjysmë tashmë që është e regjistruar si organizatë, por edhe në punën tonë të mëparshme, ka punuar në probleme të ndryshme të grave në shoqëri, probleme me të cilat gratë ballafaqohen në shoqëri. Dhuna ndaj grave është problemi më i madh me të cilën shoqëria jonë ballafaqohet sipas meje të paktën. Ajo që unë do e konsideroja si sukses, ndoshta edhe më të madhen të Mollkuqjes, është krijimi i një portali në gjuhën shqipe në Maqedoni që quhet mollkuqja.mk, një portal i cili shkruan për të gjitha temat të cilat unë i përmenda që parë. Me ndihmën e USAID e filluam këtë portal, sepse kemi arritur që nëpërmjet këtij portali të bartim informacionin, sidomos te komuniteti shqiptar në Maqedoni, që ka mungesë të këtij lloj ose të këtyre lloj temave. Dhe kemi arritur që të paktën të jemi informues në këtë drejtim. Во анкетата направена во 2020 година заклучено е дека главно седиште за родова еднаквост има достигнато 4 европски земји: Шведска, Данска, Норвешка и Исланд, каде што имаат само половина процент разлика во платата, во исплатувањето на маж и жена, во заземањето на високи функции во општеството и во спречувањето на родово базирано насилство. Промовирајќи родова еднаквост, правиме добро за општеството и разликата може да се забележи на секоја наредна работилница со истите млади луѓе, каде што тие се повеќе информирани, имаат се повеќе идеи за како да се решат проблемите и како да стигнеме до пошироката јавност. Problemi me diskriminimin e grave ndodh gjithmonë në botë, sidomos se jemi dëshmitar të asaj që së fundmi aborti apo ndalimi i abortit u bë në Amerikë dhe bëri një bujë të madhe në përgjithë botën se si Amerika po shkon brapa realisht në luftën për të drejtat e grave apo në avancimin e grave në përgjithësi.
Kështu që do kisha thënë që poshtë lart ne jemi në të njëjtin nivel. Ajo që e bën vendin tonë të dallojë nga Amerika dhe Europa është moszbatimi i ligjit. Ne kemi ligje shumë të mira që dënojnë dhunën ndaj grave, që dënojnë diskriminimin gjinor në aspekte të ndryshme, që tentojnë sadokudo t'i japin pak zë gruas në politik me kuota të caktuara, mirëpo ne ngecim në zbatimin e ligjit. Që ne tentojmë vazhdimisht të bëjmë është që t'ju tregojmë të tjerëve që kanë të drejta, që të luftojmë për të drejtat e tyre, që të bëhemi zëri i tyre, sepse ne si aktivistë ne vetëm se jemi të vetëdijshëm se cilat janë të drejtat tona, kur na shkelen të drejtat tona, ku duhet të raportojmë, çfarë na takon më tutje si qytetarë të këtij vendi. Во блиска иднина би сакала да видам повеќе организации како работат на темите за родово базирано насилство и родова еднаквост, бидејќи не само младите се засегнати во овој проблем, целата јавност треба да биде информирана за кои се ризиците од неинформираност за целата ситуација во Македонија и надвор од Македонија.